Skandal në kryeqytet, adoleshenti i kërcënon mësuesit për lirohet sepse babain e ka oficer i policisë gjyqësore. Dhuna në shkolla vion të jetë një gangren përveç shkollat, por edhe për policin. Mësohet se një sherr mes adoleshentësh ka degraduar në përdorimin e armëve të ftohta tek shkolla Sevasti Qiriazi në kryeqytet, sherr që do të transferohet edhe në këshillin pedagogjik. Po ashtu është kërcënuar dhe stafi mësuesve të shkollës në fjalë sipas medias. Ajo që e bën më të rëndë ngjarjen ka qenë edhe tentativa për ta mbajtur të fshehtë ngjarjen për publikun nga vetë policia e shtetit dhe dyshimet për censurimin e kësaj ngjarje është bërë prindje e adoleshentit të dhunshëm, i cili mësohet se është oficer i policisë gjyqësore OPG. Tek shkolla Sevasti Qiriazi ka ndodhur një sherr me armë të ftohta, është kërcënuar stafi pedagogjik dhe është shoqëruar në komisariat numër 4 autori i dyshuar i ngjarjes. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13 dhe nuk është raportuar as nga policia e shtetit. Ka hyrë me thik dhe ka rrahur zyshat, por është liruar pasi autori adoleshent është djali i një polici të OPG-s, raportojnë burimet.